Platforma jonë është mbështetur në disa shtilla kryesore, për shembull në infrastrukturë, projekte kapitale, transparenca. Çështja e ujit pishëm në nivel komunal, veçanërisht edhe Palçishi, do të jenë probleme të zgjidhura për mandatin 4 vjeçar. Mendoj se për të premtuar nuk jam nga ata që premtoj. Është e vërtetë se kjo është edhe një ndër dobësitë momentale që ekzistojnë në kuadër të komunës, se veçfaqja e komunës nuk funksionon hiç në kuadër të transparencës, mbajtja e seancave të këshillit të jetë online.